Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndër ajetet që u lexuam, fjala e Zotit: "Wa idha ja'ahum amrun min al-amni wal-khawfi adha'u bih, wa law annahum radduhu ila Allahi wa rasulihi wa ila alladhina wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Interesante fjala e Zotit që thotë dhe ka për njerëzve që kur vjen ndonjë lajm, me njëherë përhapin lajmin, pa ja ditë se si e ka analizën, pa ja ditë se si e ka interpretimin. Pra, nuk është mirë që njeriu të përhapi çdo lajm që i vjen, pa u referuar tek njerëzit e dijes. Se nga njerë përhapja e lajmit mund tjetë i pasakt. Si që në për shembull, ka thënë profeti a.s. edhe shumë shohim për shumë që faqet ndryshme, përhapin lajme jo të sakta. Që hoxhën më të thjesht me pyet ose thotë ky hadith nuk ekziston, ose është hadith i dobët, ose është hadith i shpikur. Mirë për njerëzit e përhapin. Për këtë arsye, thotë Zoti, referohen tek Zoti ose dërgoi ti ose tek njerëzit e dijes, sepse ata dinë ti bëjnë analizën dhe ose do të kesh burim të sigurt. Po nga njerë lajmi edhe nëse është i vërtet, nuk është mirë me përhap. Për jo çdo lajm përhapet. Ka lajme të cilat janë padobishme, të cilat ngjallin panik. Përse duhet përhap një lajm i cili ngjall panik? S'duhet përhap. Lajmi i cili ngjall frikë, lajmi i cili ngjall pasiguri, përse duhet hap lajme të tilla? Pra, edhe pse mund të jetë lajm i saktë, nganjëherë nuk është mirë përhapet. Ajo mund me folë pastaj kur ti i sigur që lajmi nuk është i saktë. Kjo është e tametul kubra, kjo është pastaj me i vull durët kokës, apo. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm në përhapjen e lajmeve, sepse jo çdo lajm është i saktë që thuhet, po edhe lajmet e sakta ka ca lajme të sakta që edhe po su përhapen, nuk humb kush asgjë. Përkundrazi mund të jetë një reklamim i të keqes. Ka bërë përshtypje kur isha në Angli, atje ndodh shumë shpesh kjo rrëmbimi i gjërave të shtrenjta nga duart e njerëzve. Mes ditës. Si në Brazil, keni pak një nga këto Amerika e Jugut, çanot, në për semaforë, në për trotuar, në për rrugë, e njëjta gjë atje, ndoshta edhe më zi kur i thonë. Në për në lajmet nuk jepet asnjë gjë fare. Pse? Sepse çfarë ushqen kjo tek njerëzit? Ushqen panik, pasiguri, tmerr etj. Gjë që nuk i shërben vendit. Këtë e si shembull, me kuptu që nuk ka gjëra që edhe pse janë vërteta, nuk është kusht patjetër të përhapet, pse është e vërtetë. E mos më fol pastaj për gjërat pahishme, apo të këqija, apo gjërat që mund të bëhen reklami të keqes.